Ajo pronë atje, ato kodrina janë, edhe ato duhet punohen, çka do të punohen dhe si do të punohen dhe çka do të kultivohen. Edhe ato kodrina janë të ndërmarrjes, janë të kësaj plantazhe, do të thotë ato do t'i lavrojmë me një mekanizëm me fuqi më të madhe motorike, do të thotë këta janë traktorë të cilët funksionojnë me një fuqi motorike 150 kual fuqi, kurse kemi të kontraktuar me disa firma këtu brenda të na, Shehut dhe Pataqani, të cilët kanë traktor mbi 250 kual fuqi ku do t'i kultivojmë dhe do t'i mbjellim me grunë diku në 2-3 vite për me pastru tokën. E çka ka qenë kjo tokë këtu? Vitin e kaluar. Kjo tokë vitin e kaluar ka qenë misër. Edhe misër edhe grunë, një pjesë ka qenë misër, një pjesë grur. A keni tokë që nuk e punoni? Thatë 1189 hektare keni në pronësi. Po. A ka diçka që nuk punon? Po, ka ende sipërfaqe që jemi t'i qelë, do thotë këtë vit kemi hapë sipërfaqe të reja 170 hektarë, do thotë ku mund t'i shohim në plantazhet e Topliqanit. Nuk kanë punuar ato? Jo, me herët nuk janë punuar, absolutisht. Kanë qenë pyje? Kanë qenë djerrina, kanë qenë mal. Sigur ato lugat që shihen në breg atje. Shkure, po. Shkure të ndryshme. Do thotë tash jemi t'i hip pastrim gjenerik, edhe sa më shpejt që t'i kthehemi edhe ato në kultura bujqësore, do thotë t'i kthehemi në prodhimtari. Edhe një mendim i juaj, ju tokën e keni ble, e keni privatizu dhe po shndroni tokën nga pyet, po shndroni në tokë produse, në tokë të shfrytzueshme. Ndërkaq Kosova mjerisht ka shumë sipërfaqe. Keni kolegë mjaft që kanë privatizu, por bën biznis, e ndajnë, edhe pse ka qenë fillimisht ligji që nuk lejohet ndamja parcelizimi, çka po diun tjetërsimi i pronës, ndërkaq tash kush kanë nuk e pyet. Edhe a mendoni që shteti duhet ligjin ta zbatoj dhe çfarë duhet të ndërmerret me ata që e keqpërdojnë, që tjetërsojnë, që androjnë destinacionin e tokës, si privatizuar? Na mendojmë që sidomos ata që nuk e punojnë. Po, na mendojmë që t'i mbështetemi tokës, ta punojmë formën qysh është privatizu, ta kthejmë sikur ne që jemi të këty, do thotë prej shkurrëv, prej malit të këty në tokë bujqësore, duhet ta punojnë edhe të gjithë të tjerët dhe duhet të subvencionohen, duhet të marrin grande ata të cilët punojnë dhe ata të cilët e kthejnë, do thotë prej një mali në një kulturë që shihet është kon lug, mal, infekcion i plot, kthehet në kulturë bujqësore që me të vërtetë është një vepër. Në Kosovë nuk ka shënime të sakta që tregojnë për sipërfaqet e tokës e cila është e punueshme e cila nuk lëvërohet. Çuditërisht në të shumtën e rasteve pronarët e rinj të tokave të privatizuara tash presin qeramarrje, duke krijuar toka djerrin. Mekanizmat qeveritar në vendin tonë tash duhet të merren seriozisht me këtë dukuri në mënyrë që të jetësohet objektivi i parapar me privatizim.